Rënja e paprekshmërisë. Vërtet sot ka disa figura të larta në paraburgim dhe në gjykim, dhe lajme për të tjera po vinë. Por nëse ka procedim për disa sfera si koncesionet, inceneratorët, në shëtësi, kemi iluzionin e rënjes paprekshmërisë. Dhe jo rënje reale, kur hetimi nuk shkon tek ideatori dhe përgjegjësi real tek urdhëruesi vërtet, tek i këtij ideatori dhe përgjegjësi i vini anash, se nuk guxon ta marrësh as në pyetje, atëherë ke ngritur administratore të re të paprekshmërisë. Edi Rama përmendet 14 herë në dosën McGonigal, e ti nuk e përmend një herë të vetme, e nuk bën hetim, ti krijon standarde të reja të paprekshmërisë, jo të drejtësisë së re. Si ka mundësi që vendi më i korruptuar në kontinent, tash 12 vjet, dhe struktura e posaçme anti-korrupsion SPAK ka gjetur fajtor nga do. I është sulur opozitës në mënyrë të shfrenuar, e ca zyrtar. Zoti Gjoni, ju lutem përfundoni. Po 30 sekonda, vetëm ju lutem përfundoni. Unë e kuptoj që se kështu është kur i grumulloni 2 fjalime dhe 3 fjalime bashkë, se u rani një konsensus. Po, dhe të bëhet kurban pasi ikin nga qeveria, vetëm kryeministrin kanë shpallur si pafajshëm, të paprekshëm, të pahetueshëm dhe që nuk ka lidhje me aferat 10 eurosh, miliona eurosh në çdo dek të qeverisjes. Por për nevojën jetike që ka vendi, ynë për zgjedhje të lira të ndershme, u fut SPAK-u si task force. Do garantonte mos prekjen e votës. Çfarë ndodhi? Ka bërë disa procedime, ka kapur një kryebashkiak. Meqense do fliça gjatë se e tillë ishte parashikuar, por zvarritjet e gjykimeve, paprekshmëria e antarëve të këshilleve të lartë të gjyqësorë dhe këshilleve të lartë të drejtësisë, prokurorëve të cilët sot nuk merret asnjë dhe një masë disiplinore në lidhje me zvarritjet e të skajshme të nuk kemi një gjyqtar dhe prokuror që të jetë quar për procedim. Faleminderit zoti Gjoni. Pas 10 vjetësh kemi një drejtësi të re të gjyqtarë, e nuk shohim asnjë, nuk e shohim asnjë, nuk e prek. Një drejtësi të re në të cilën korrupsioni është rritur, një drejtësi të re në të cilën kemi votime por jo të vota nuk është e shtrejtë, por çiftet e tjera. Zoti Gjoni, faleminderit.